Me koncert, parakalim e fjalime. Në këtë mënyrë ishte përuruar një nënkalim në qytetin e Malishevës në gushtin e vitit 2025. Nënkalimi ishte vetëm pjesë e një projekti infrastrukturor që kushtoi rreth 9 milion euro. Pak muaj më vonë, më 6 janar të 2026, pas një shiu intenziv, nënkalimi mori këtë pamje. Për vërshimin e kësaj strukture, Komuna e Malishevës ja la fajin natyrës. Megjithatë, pranoi se projekti ende nuk ka përfunduar pranimin teknik, proces ky që verifikon nëse puna ndërtuese është bërë sipas kontratës. Sipas ekspertëve me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, pranimi teknik është i domosdoshëm, në mënyrë që strukturat të konsiderohen të sigurta për shfrytëzim. Ata thonë se projektet e tilla duhet të parashohin edhe situata të vërshimeve. Kompania ndërtuese BFamis nuk pati asnjë reagim ndaj kësaj situate. Si erdhi deri te ky projekt? Projekti Malisheva Urbane përfshin sheshin qendror, parkingje nën tokë dhe një nënkalim. Tenderi u hap nga Komuna e Malishevës në fund të vitit 2022. Në garë hyn dy kompani si ofertuese kryesore, BFamis dhe Famisco. Fituese u shpall BFamis, edhe pse oferta e saj ishte më e shtrenjtë. Komuna tha se kompania tjetër u diskualifikua për mungesë dokumentesh. Sipas asaj që ka gjetur Reli, këto dy kompani kanë qenë një e vetme deri në vitin 2022, kur u bë ndarja e tyre. Kompanit nga Suareka udhëheqen kryesisht nga anëtarë të familjes Bytyqi. Përfundimisht, kontrata për projektin e Malishevës që u promovua si investim historik, u nënshkrua në janar të vitit 2023. Komuna e Malishevës i tha Relit që nuk ka për detyrë të hetoj lidhjet mes bizneseve, por vetëm të vlerësoj ofertat. Sipas saj, në këtë tender konkurrenca ka qenë e lirë. Deri më tani, asnjëra nga kompanit nuk e kanë komentuar marrëdhënien mes tyre dhe nëse ka pasur konkurrencë reale në këtë tender. Në anën tjetër, ekspert të prokurimit thonë se ju takon institucioneve që të sigurohen se nuk ka manipulim me oferta në tender publik.